Aksident me 2 të plagosur në Prizren, mjeti me shpejtësi përplaset me kamiocinën dhe përfundon oborin e servisit. Një aksident i frikshëm u shënua në dalje të qytetit Prizrenit në rrugën për Kukës. Një automjet me targa të huaja është përplasur fillimisht me një kamiocin dhe më pas ka dalë nga korsia duke përfunduar në murin rrethues të një biznesi që shërbente si servis automjetesh. Si pasojë aksidentit janë plagosur 2 personat që ndodheshin në automjet. Ata janë transportuar menjëherë me ambulancë drejt urgjencës së Prizrenit për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë një punonjës i servisit, dëshmitar i momentit të aksidentit, tregon se gjithçka ndodhi në pak sekonda, ndërsa e përshkruan përplasjen si një shpërthim të fuqishëm. Ndërkohë, patrulla e policisë rrugore të Prizrenit së bashku me grupin hetimor kanë mbërritur në vendin e ngjarjes për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë mund të ketë qenë faktori kryesor që ka çuar në përplasjen e rëndë.